Pa marrë parasysh se brigada ka nevojë për mua, unë duhet jem në luftimet e vaksinës. E vetmja gjë që ne duhet ta bëjmë është nëse vritni kufomat tona mos më na i marr armiku. Kujtohet komandanti ka qenë me një tokë dorë dhe kur i del përballë shkrep 6 predha në drejtim të kompsorisë të armikut. Zbrapët komandanti dhe e mbush topin e dorës për ziti, luftimet vazhdojnë. Ka qenë luftimet ashpra? Nga luftimet më të ashpra që kam përjetuar unë, kanë qenë luftimet në Vaksisë. Popullata ka qëndru. Këto s'ka pas asnjë të largum. Komplet fshati ka qenë këtu. Si fëmija, si pleq, si gratë, si krejt. Dhe i shohim në tanksat duke u pozicionu në drejtimin tonë. Dhe ashtu një nga predhat e tanksave e qëlloj dhe kapi një pjesë të kraharorit para se të vdes. Vazhdimisht komunikoj me neve, me djemët. Ishte aty prezent edhe komandanti njësitit. Beq Demhasa edhe i thot, Beq, unë thotë po vdes. Thotë ju, thotë vazhdojnë luftën, kjo është amanet. Kjo thotë është jeta, kështu thotë duhet të vazhdojmë. Edhe vdiq, armën na i la, tha, ja, kjo është arma që ju duhet të vazhdoni, si porosi, se nëse unë vdes, ju nuk duhet të ndalni luftën.